Unë nuk e kuptoj që ku e gjeni guximin të flisni për çështjen e ujit të pishëm. Kur ka të paktën 13 vite që kjo çështje jo vetëm nuk është zgjidhur, që jo vetëm i mashtruat shqiptarët Edi Rama i pari që do zgjidhte çështjen e ujit të pishëm brenda mandatit të parë dhe në rast se nuk do zgjidhte, ju kujtohet apo jo, që do jepte dorëheqje. Po së dyti, çfarë ujit të pishëm flasim ne kur qendra e Tiranës ka ujë? Nuk ka ujë shqiptarët sot. Unë nuk e di ku pini ujë ju, e di që Edi Rama pi nga ujë Fiuzi. Zoti Blushi. Ç'është ai ujë? Zoti Blushi. Por ndaloni këtë tallje që po bëni me shqiptarët për një çështje. Merruni me marrëveshjen, ke pyetje për marrëveshjen. Po ç'pyetje të kem për marrëveshjen kur e di se ku kanë përfunduar fondet. Ç'është s'ke pyetje për çfarë more tani? Kjo çështja e ujit të pishëm, një çështje që as ju nderon dhe unë të isha në vendin tuaj do kisha çuar, do kisha marrë fjalën këtu po. Ju si mazhorancë as turpërojnë, as e keni, nuk e di ku jetoni, nuk e di ç'a ujë pini, po shqiptarët po ju ndjekin, e din që s'kan as ujë për të larë, jo më ujë për të pirë, dhe nga që në Tiranës shkoni në Vlorë, pyetin vlojatët, kanë ujë sot apo jo. Një çështje tjetër që dua të trajtoj është një akt politik, një atentat që i keni bërë sot. Ku ka atentat vështë marrëveshje? Ç'a atentati fletë? Ju lutem. Ku e pe atentatin që është marrëveshje ndërkombëtare për financim jo 47 milionë euro? Sot Partia Socialiste ka kryer një atentat. Lutem, je pa mikrofon. Jo, lutem. Tani unë kam të nuk. Jo, fal. Nëse ju mos sqaroni ku është atentati ke kjo marrëveshje, do të ta jap fjalën. Për atentate tjera në ka dytë ta kam thënë për herë. E ken ka dytë foltorën lirë. Lutem. Po se qëndrim komision, jemi komision punën, edhe politik, sigurisht. Jemi komision ligjesh, jemi mbi të gjitha jemi komision i ligjesh. Po cili që atentati e ta ngjoj se ti që ke ngritë që mëngjes me atentate. Më lejoni, ju që në mëngjesi e bët publik atentatin dhe dua t'ju citoj në enin 18 të Kushtetutës. Pika 1, meqense e keni haruar. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Është Kushtetuta. Sot keni miratuar apo keni prezantuar një akt dhe jeni certifikuar zyrtarisht jo si Partia Socialiste, por si partia e korrupsion. Po jemi se s'po të heqi fjalën tani. Atentat. Unë thash çfarë pas ka ndodhur. Atentat ndaj shtetit të së drejtës, nuk është çështje politike kjo. Kjo është çështje që ka një çështje kryetar, është një akt i cili i pa precedet në 30 vite pluralizëm, që një parti në pushtet prezanton jo vetëm një ligj apo një nisëm antikushtetuese, por një nisëm që i garanton imunitet nga korrupsioni. As vendet diktatoriale nuk kanë guxuar të bëjnë marrëzira të tilla. Dakor. Megjithatë, dua t'ju kujtoj se me të tilla qëndrime ju mos mendoni se do shpëtoni nga ai reagim, nga ajo revolt, nga zemrat atyre qytetarëve të cilët sot rrezikojnë të hyjnë në burg për parkimin dysh, nga një mazhorancë e cila u certifikua sot zyrtarisht si mbrojtësja e korrupsionit. Të tilla akte. Atentat ndaj shtetit të së drejtës. Sot i keni vënë dërmën reformës së drejtësisë. Ka kush pyetje për marrëveshjen? Lutem për marrëveshjen. Shiko. Lutem zoti Blushi, lutem. Zoti Blushi. Do të kesh gjithë kohën e nevojshme. Nuk ju mbroj. Dakor. Të tilla nuk e kanë mbrojtur Enver Hoxhën ligje më represive. Të lutem. Mos mendoni se do ju mbrojnë këto ligje nga revolta e shqiptarëve. Dakor. Zoti Blushi. Tani më thash se çfarë atentati pas ka ndodhur në Treme që në mëngjes, lutem. Se nuk shoh edhe xhepin, në sallë.
Thash se ti zakonisht atentatet, Ti garantosh, lajmet për atentatet ti sjell xhepi, po. Ju jeni vionit. Lutem. Bëhemi pak serios tani, se po diskutojmë një marrëveshje ndërkombëtare dhe për këtë që ju ngritët këtu. Qa marrëveshje shqiptarët ka Lutem një sekondë tani, po mleta mbylli fjalën se kemi dhe kolegë tjerë këtu që kanë kërkuar fjalën. Tani, për këtë nismën, o zonjë, lutem, zoti Blushi, për këtë nismën sot, do vinë Komisionin e Ligjeve ajo nisma, do kesh gjithë kohën e nevojshme në dispozicion, të diskutosh, lutem, në parim, nen për nen, politikisht, teknikisht për nismën. Në kohën e dur dhe në momentin e dur do ta kesh nismën këtu. Fatmirësisht edhe një nga nismëtarët e ke këtu dhe të lutem. Ti e ke thënë vetë që vjen nga fusha gazetarisë dhe nuk je jurist, po kjo nuk do të thotë se ja ku është kushtetuta kryetar. Po kjo nuk do të thotë se Neli 18 nuk merr teori juridike para ligjit, sepse shiqyr zoti Belinda nuk do të jetë barabart para këtij ligji. Tani të lutem. Zoti Blushi, neni 18 i kushtetutës është neni 18 i kushtetutës lexo relacionin e nismës, aty do t'i gjesh gjitha përgjigjet. Megjithatë, askush nuk është mbi ligjin, bëhet fjala për masat ndaluese që ka kodi i procedurës penale, po ti nuk je jurist, po gjithsesi kur të vi nisma këtu, do të flasim. Ju fusni shqiptarët për parkim dysh, kush ka pyetje për marrëveshjen? Zoti Balla. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit zoti zëvendës ministër për prezantimin e projekt ligjit. Kjo marrëveshje është një marrëveshje shumë e rëndësishme sa i përket investimeve në ujësierëse dhe kanalizime. Unë si deputet i qarkut Durrës, në fakt duhet pyes a janë parashikuar investime në sa i përket infrastrukturës ujit të pijshëm dhe urave të ndotura në qytetin e Durrësit. Faleminderit. Ka kush tjera për marrëveshjen pyetje? Po zoti Ndoja ka për marrëveshjen. Po m'fal. Zonja Muçaj për kolegun. Po, ju lutem prezantohuni. Përshëndetje. Për qytetin e Durrësit, aktualisht është në zbatim është programi furnizimi me ujë i qytetit të Durrësit, është një financim i Agjencisë Franceze për Zhvillim, i cili do të bëjë rehabilitimin e qendrës së qytetit të Durrësit, si dhe do ketë ndërhyrje infrastrukturore në linjën e transmetimit të fushkuqes. Aktualisht në kuadër të këtij programit kemi dhe një komponent tjetër i cili po bën master planin e kanalizimeve dhe ujrave të bardha të qytetit të Durrësit, i cili do të jetë një dokument planifikimi për të ardhmet në sektorin e kanalizimeve. Njëkohësisht, në vitin 2025 kemi aplikuar pranë kornizës së Ballkanit Perëndimor, WBIF, dhe kemi përfituar një grant prej 85 milion euro për të bërë rehabilitimin e sistemit të kanalizimit në qendrën historike të qytetit të Durrësit, si dhe përmirësimin dhe zgjerimin e implantit të trajtimit të ujrave të ndotura në Durrës. Në vitin 2026, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të aplikoj prapë në këtë instrument për të bërë financimin e projektit të sistemit të kanalizimeve në zonën e Porto Romano, Shkozet dhe Spital, duke përmbyllur gjithë qytetin e Durrësit me sistem kanalizimesh, si dhe grumbullim, largim dhe trajtim të ujrave të ndotura 100%. Faleminderit.